Jemi bashkë në një transmetim të drejtë për drejtë dhe njëherë faleminderit gjithë atyre të cilët janë pjesë e pandashme e emisionit Një Kafe me Labin, pjesë e pandashme e radio televizionit Njës të Një, cilët reklamojnë çdo ditë, por edhe çdo javë tek emisioni ynë. Ju e djeni më, tashmë e keni adresën ku mund të drejtoheni, por gjithashtu duke mos harruar asnjëherë edhe jemi mirënjohës gjithë shikuesve të radio televizionit Njës të Një të kemi të shumë. Kisha dashur që 550088 prefiksi për Prishtinën 038, edhe pse gjatë gjithë kohës po thuaj që më thonë që është linja e ngarkume jashtë mase për shkak shikuesit marrin vazhdimisht edhe dikur ka mes emisionit ne do ta bëjmë edhe për zgjedhjen e fituesve se kush do të jenë, kush do të udhëtojë drejt Rivierës turke bashkë me Savën. Sot në kuadër të emisionit Një Kafe me Labin. Shikues radio televizionit Njës të Një në kuadër të emisionit është edhe ajo intervista që ndoshta shpeshherë ju që jeni të rregullt edhe vizitoni faqen tonë Një Kafe me Labin në Facebook edhe tashmë që ju që i klikoni emisionet në kanalin zyrtar të YouTube-it në radio televizionin Njës të Një, i shikoni emisionet, por në anën tjetër ju që e shihni ko pas kohë ndonjë emër që postojmë ne dhe pastaj ju bëni pyetje për atë. Edhe këtë javë e kam bërë unë bisedën bashkë me Jon Zerkën, ku faktikisht janë pyetjet e juaja që i keni bë në rrjetin social, në Facebook, ai përgjigjet në to, pastaj për javës tjetër këtë storje do ta ketë dikush tjetër, nuk do kem unë, por si do që tjetë, ju jeni bashkë me neve e di gjatë gjithë kohës. Këto momente vjen tek ju Jon Zerka. Like Rihanna, 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 like Rihanna. Jemi në ambientet e diçka po zihet, ku faktikisht sot këtë të djele e pim kafen bashkë me Jon Zerkën. Më në fund. Më në fund, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Kam kënaqësinë që jemi bashkë. Gjithashtu dhe unë gjithmonë kam kënaqësinë të jem këtu në 21 edhe faleminderit për ftesën. Zerka, është interesant periullën e fundit, apo mundesh me vrejt se një periull ka qenë sidomos Tirana, ajo e cila i ka ndru pramerën verën vjeshtën gjatë një dite, po dimni një oborën, e këtu në Prishtinë po ndodhë me thonë pramera vera vjeshta, veç dimni... Kemi të gjitha në një ditë, shi, borë, stuhi, të gjitha. Gjitha. Po, është ai momenti plakave. Po shkujnë dhe plakat. Po shkujnë. Po ikin avash avash. Po ikin. Zerka jemi bashkë, e di që nuk ke japë ndonjë intervistë në Kosovë sa i përket këngës dhe videoklipit Like Rihanna, se çfarë shumë komentu, po edhe në anën tjetër po e korr një sukses gjatë madh për shkak se po jam vetë pjesë e atmosferës e klubave të ndryshme në Prishtinë, Kosovë përgjithësi, edhe nuk është që nuk lëshohet kënga dhe nuk ka atmosferë. Kjo është domethënë kënaqësia ime nga të parë që ideja që kënga dëgjohet gjithandaj pavarësisht klikimeve, nuk jam shumë i klikimeve, edhe duhet të jem pak. Klikimet janë dëgjimet. Klikimet janë dëgjimet, po dihen sot klikimet, gjithsesi gjëja që e bën këngën më interesante është se po luhet në gjithë klubet. Është normale. Ideja ime kjo është me pru sene për klubet. Edhe për publikun normale, është gjë më kryesore. Kryesisht jemi në kondin e Facebookut, ku faktikisht unë e shkruaj emrin edhe pyetjet ka pafundme, kemi shumë pyetje të cilat kanë arrit, por unë kisha dashur pyetje speciale. Jo, pak. Po ndana pikërisht tek ajo fillimi. Fillimi ka qenë i bashkë ku Jon Zerkën faktikisht Kosova e ka njohur nëpërmjet dhurata dorës, me roll, por në anën tjetër domethënë ka shumë komente, presim prapë në një bashkëpunim me dhurata me pas. Unë s'kam asnjë gjë me dhuratën, përveç se me kompaninë e dhuratës tash, edhe unë jo se s'bashkëpunoj me dhuratën, po te kompania kush dhuratas s'po du me bashkëpunu kur. Kur? Okej, nuk po hin aton. Histori gjatë, është histori gjatë, është punë juaj. Inshallah Zoti apo të mbar gjithmonë, po nuk, për mua është e kaluar. Okej. Pianisin pyetjen e parë. Pianisin pas pyetjeve që shikam kështu. A vjen dasmë me kënu? Jo, po dasmë në një dosti, po për çef. Jo se me bë biznes ardhin time në dasëm me kësë në të Okej. Fatima Ademi është interesant. Përshëndetje rreth vënisë Nishë, Labi dhe Jon Zerka. Pyetja ime për Jon Zerkën është
Se a do të kishe dashur të bëje ndonjë profesion tjetër ose punë tjetër përveç muzikës. Edhe a është i martuar Jon Zerka? A ka ndonjë, a kish pas dëshirë me pas ndonjë vajzë nga fshati apo qyteti, buzëqesh, apo duket aty kona drellzat? Luleshtrydhet, po. A e kin men herë me Knu Tallava? 7 milion pyetje pas ka vo. Me këtë të fundit jo kur, se kisha bërë kur. Me këtë të fundit jo kur. Edhe që këtu në Shqipëri është masivisht, po nuk e kisha bërë kur. Nuk e kishe bo. Okej, kishe marrë nusën e fshatit? Pse jo, momenti që është personi mirë edhe open-minded, pse jo. Përpos muzikës me çfarë profesioni tjetër? Pas mund të zgjidhja profesionin aktrimin, kuzhinën edhe futbollin, nëse do. Në më thonë mes këtyre trijave. Mes këtyre trijave do isha te aktrimi. Te aktrimi. Në më thonë është edhe veten si aktor. Pse jo. Okej. Kam vazhduar aktrimin në Angli, kështu që kam bërë performancë kështu. Pyetjet pa fund me ka, sidomos për bashkëpunimet. A kishe bo bashkëpunim me Gent, a Ismailin, a kishe bo me Dapinin, a kishe bo me Dhuratën, a kishe bo me këta, me secili? Kisha bë bashkëpunime me secili që do përshtatesh edhe me idetë e mia dhe me rrymën time. Ti e ke vënë edhe vetë që unë gjithmonë edhe kur kam bërë dhe bashkëpunimet, se kam dalë shumë nga stili im. Kjo është... Kështu të ajo është... Zerka qëndron Zerka. Këngëtari që të inspiron mas shumë ti? Janë shumë, unë i dëgjoj të gjithë. Edhe duke i dëgjuar të gjitha rrymat, më inspiron edhe për gjëra new për të sjellë në treg edhe. Më shumë ti. Zerka interesante edhe uj. Më shumë ti. Ka plot. Tani nëse duhet t'i zë me emra, po e di që ka plot. Okej. Në kapi një kollitje, nuk e di apo po e vren ndoshta ko pas kohë. Shëndetit e nëne, ose të bëft mirë. Jo. Kish qenë teshme, unë kisha thonë që e vërtet. Pësë është e teshme, po është e kollitje. Okej. A din që kish ndëgjuar Rihanna këngën tonde, edhe që ka vendosur me ta kthy me ta bëni dis. Ma ka bërë një dis Rihanna, ka bërë disin, më thënë, momenti që unë kam lançu like Rihanna më bëri disin e vetë. Work. You send me heavy work. Edhe që jam mundu me arrit pak workin e Rihannës, prap Rihanna ma ka manë. Po. E ka bërë më mirë. Është interesante dhe në pyetjet e këtu sa i përket Rihannës, se na kishe pas që bashkëpunim me Rihanna me bo. Normale që po. Thënë, Rihanna më pëlqen ai stili vetë dhe gjithmonë, siç e ke vënë edhe këto këngët e fundit ose albumin, e ka gjithmonë ndryshe. Po, ndryshe. Më pëlqen gjëra ndryshe, domethënë duket që ka një shpirt artisti aty brenda. Dhe mua gjithmonë më pëlqen dikush ose ai që ka shpirt artisti gjithmonë. Pyetje edhe a kishe pas qef që bashkëshortja juaj apo gruaja juaj mi ngjar Rihannës? Po, kush nuk e don atë lloj gjëje. Okej. Ja like it. A e din këngën e parë që ke këndu bashkë me Dhuratën? Po vesën, edhe aty na këndon pak, po e kësa herë ka këndu morë, sa herë ka këndu kështu që... Gjithmonë kur shkoj tani në koncert nuk e s'para e këndoj unë, shumë e këndoj publiku. Po, definitivisht. Sepse ti e di që unë përveç se e kam edhe stilin e tillë, po këndoj edhe anglisht. Po. Edhe është pak e vështirë, po më bëhet qefi që njerëzit... Po, edhe kur kem të anglishtja, kur dëna me pas një këngë prej Zerkës krejt shqip, po pyesin? Më vonë. Jo se bëj shqip, se ti din, i bëj dhe shqip, po ideja është stili im i regës është më komplet, më nice në këtë. Në anglisht, se po në shqip regë atëherë diqysh është pak... Po dal pak jashtë vetes, në. Po. A ki na ëndër që deri me tani nuk të ka realizo? Gjithmonë kemi ëndra, po i kemi kështu ëndra në sirtar. Vazhdojnë të jenë disa ëndra në sirtar. Kam, gjithmonë me këtë. A hanë pite, pasol, edhe fli? Gjitha që janë tradicionale, ja, biloj se edhe i gatuaj vetë. Përveç flis nuk e... Po ne kemi lakrorin, byrekun që tem në Shqipni. Okej, po mundona disa pyetje tjera, pasaj që të vitë disa pyetje ku janë edhe i lojmë fund bisedes. Okej, a ka lidhje me Ronela Hajatin? A bashkëton me Ronela Hajatin? Janë pyetje... Kjo pyetje është bërë kështu bajatani, përveç se...
përveç anës artistike që jemi në studio bashkë edhe që bashkëtojmë ja. We are here, we are here, we are here. She go down low. We are here, we are here, we are here. Një pyetje shumë interesante. A ka lënë Zajednica as ka lënë? A ka lënë? Zajednica as ka lënë? Se di kush është Zajednica. Sinqerisht. A ka lënë Zajednica. Okej. Kush është Kjo ka Zajednica? me qenë pjesë e portaleve, sigur se Gjon Zerka nuk e di çka është Se di për Zajednica. zotin, kështu Ta që- shpjegoj mas emisionit. Pas emisionit do ma shpjegoj. Po. Më falni, kushdo që t'jetë nuk e kam një gjë, sinqerisht. Okej, kur del bashkëpunimi me Dafinën po pyesin? Bashkëpunimi me Dafinën se besoj se jemi në diskutime si për akoma, por nuk është se kemi një datë absurde ose diçka që është kënga e përfunduar. Akoma jo. Okej. Por si projekt është i hapur, kështu që Si projekt është i hapur. Okej, shumica e pyetjeve janë tash kohët e fundit me bashkëpunimet edhe me gjitha kishe bo bashkëpunim me këta, kishe bo bashkëpunim me këta, kishe bo bashkëpunim. që thash dhe mere që bashkëpunim kisha bë me këtë që do përshtatesh edhe. Po, edhe mu në veç e vetëmja që përta bëj, dhe me thonë, tash këtu po pyesin ja ka nis, atë pëlqen ledri, atë pëlqen noizi, atë pëlqen ky, atë pëlqen ky, si këndojnë, secili e ka stilin. Dhe ka ato të Po, veta, kështu që Kjo më la për shtypje, cilën e ka bo Drilona. Thot, a kishe bo na i herë na i këngë bashkë me Lindonin? Lindonin me Gaçen edhe me... Do e kisha bë diçka roots. Domethënë duke ju kthy tamam roots është ajo muzika reggae, domethënë duke prekur pak sistemin, këtë sistemin e flit që e kemi ne si në Shqipëri dhe në Kosovë, flasim drejtën, po e kisha bërë diçka të tillë roots. Okej, a pin çaj ruse? A pin çaj ruse? Kur vin Kosovë. Kur vin? Okej. A ki rejna ikona ma fort? Gjithmonë, e kemi pak në natyrën e shqiptarëve po mos gënjejmë pak, nuk ka kuptim. Po, kam. Okej, cilën e ki shoqe më të mire prej estradës? Shoqe më të mire prej estradës kam disa. Po s'du me përmend emra se pastaj ngele teatri, jo, po pse s'më përmend mua se ti di. Okej, sa vjet ka Jon Zerka? Young Zerka, thjesht nga emri Young, forever young. Kaq. Forever young, I wanna be forever young. Okej, pyetje tjera që ishin, a ka me konë kjo vera nxehtë për Jon Zerkan? Patjetër po, unë gjithmonë përshtatem me klimën edhe ritmet e mia që fokusohem më shumë do të jenë gjatë verës se dancehall dhe reggae janë se ti di në Xhamaj, po edhe ne kemi atë lloj klime, kupton, kështu që normale që do përshtatem edhe do sjell diçka të nxehtë si vera, do i sjell edhe publikut këtë vit. Jon Zerka kjo Disa shumë... dojnë bashkëpunime, më falë që po të prej Po. disa dojnë bashkëpunime, po do kem edhe solo që dojnë vërtet shumë të mira. Okej, Jon Zerka shumë shpejt kënë përgjigje, për shkak se atë shpejtësinë e përgjigjeve e ka marrë që tuja që 24 orë, për pas 4 orë që ka pushu, se mrenda 24 orë, veç 4 orë, ka pushu, se ka qenë në studiot Big Bangit, edhe 20 orë, tuja, me punu të në gjatë gjithë kohët edhe me një studio. Edhe biles edhe tani sa ka marrë nga fura. Prej furës. Edhe kështu që pyetja është i nxehtë për përgjigje. Po gjithmonë jam gati, kështu që Gjithmonë gati. Okej. më pëlqen gjithmonë në kohën, më mirë të kaloj kohën në një studio se sa të kaloj kohën duke pi kafe dhe duke u marrë me dallavere që s'më pëlqen hiç. Kështu më mirë e kaloj kohën në studio. Kur jemi të dallaverët, ka thashë se me në strada, po? Bon, plot. Kush bën më shumë? Se ti, nuk e di, po që të gjithë bëjmë aty. Të gjithë bëjmë dallaveret, secili ka ato të veta, po Okej, një mendim tonë, cila është më seksi për krejt e stradës? se di, gjitha janë bërë njësoj tani, me thënë drejtën. Janë bërë kështu si copy paste, po. Nuk e di. Gjitha janë seksi, kështu që. Okej. Po mua do më pëlqente diçka më neçe, më natyrale. Që kjo copy paste jo bo krejt tash diçka ka këtë tash. Jo, është një gjë e keqe sepse vërtet gocat shqiptare, do në krejt shqiptarinë e kanë bukurinë natyrale, më kupton? Po. Po gënjemi bashkë me këto MTV-ra që ka dalë pak si kështu komerç. Duhet me shku këtu bët diçka, me flut diçka me ashtu. Po ne kemi bukurinë e kemi natyrale, kështu që të mos e bëjmë dëm. Okej. S'ka si bukuria natyrale, asnjë. S'ka, asnjëre. Qa ka treta, shpe asaj furës që dole? O Asaj pjek pitja? furës, sa shpekur diçka shumë e mirë, edhe besoj se do pëlqej edhe nga publiku, kam diçka me
the one and only DJ Flow. Po. Okej, do të thonë Nuk e di ka a duhet ta diçka. bëja publike, po ka diçka me DJ Flow. Shumë shpejt DJ Flow Young Zeka. Edhe Big Bang. Qyshke. Mirë, shumë mirë. Atja nisi pak ta këndoj për shkak se jam konë në studio e kom dëgju. Unë tash thjesht të thash emrin, kështu që Unë kom Zerka nuk e ka ditur në poshile në vyç shkova deri te studio se qëllova rastisht mos e thuj atë gjë tjetër që pse ka nga shkruaj për 20 e ca minuta, 30 minuta, kështu që edhe më bëhet qefi se kur jam në atë studio është ajo energjia e tillë që është pozitive edhe më gjithmonë edhe Rianën pothuajse ashtu e kemi krijuar bashkë me Big Bangin brenda 20 minutash, kështu që bukur. Unë më pëlqen ajo energjia pozitive që është në atë studio. Unë e di që kime pas një verë të nxehtë kogja, për shkak se ki punu Unë për këtë verë. jam qeni punës, si thon, më pëlqen punoj edhe kam edhe momentin e s'dua me e dik. Prandaj edhe bashkëpunimet jam tu zgjedh pak në kuptimin sepse kam bërë bashkëpunime plot, po duhet të dal edhe pak te ajo që kush është Zerka vërtet, më kupton se gjithmonë jam domethënë Zerka që ka bërë këtë bashkëpunim me këtë, Zerka që ka bërë, po ka ardhur koha që të nxjerrë edhe veten vetë që Zerka di të bëj edhe këtë gjë tjetër, po ka të di të bëj edhe këtë, po di të bëj prap edhe një bashkëpunim tjetër më të forta se ato të para që i kam pas. Zerka, ne po të urojmë gjithë të mirat pas shpat edhe suksese, të së mbar kjo sezon, edhe nuk është që nuk do të takojmë në gjatë sezonit verës. Suksese se e di që edhe ti ke një verë shumë të ngarkuar dhe se dia do e bësh këtë vit në plazhe, nuk e di, po shpresoj të takojmë në plazhe, duke në plazh ose edhe sikur mos pim kafe, pim ndaj gotë. Patjetër. Edhe faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Shikuesit i lojmë bashkë me Like Rihanna, Blaze out there.